Për të dytin vit në Elbasan zhvillohet kolonia piktorëve Skampis 2025. Mbi 20 artistë për gjatë 4 ditëve pikturojnë atraksionet turistike dhe pamjet më të veçanta të zonës. Gjatë ndalesës në fshatin Byshek, magjia ngjyrave të vjeshtës, rapet shekullor dhe burimet të freskëta u kthyen në peizazhe plot ndjeshmëri. Është një mrekulli dhe do të rikthehesha pikërisht për të provuar, si më thënë, një medium tjetër, siç unë kam pasion akuarele, se tashmë zonën e njoh mirë, dritën kemi filluar ta masim, si më thënë, sepse kjo na bën eksperiencë mbi 40 vjeçare që pikturojmë peizazhin, plenerin. Është hera parë që unë vi këtu dhe më pëlqen shumë, është një gjë shumë e veçantë nga drita dhe hija, mallështia, është një gjë shumë interesante për piktorin, ujiti, tema, natyra shumë e bukur. Për mua është hera parë dhe më pëlqen shumë. Ky destinacion duhet normalisht hidhen te laje, sepse vit mas viti këto breza shekullor, këto rap shekullor, si thush po largohen nga ne dhe do ishte shumë e bukur që nesër pas nesër brezat e rinj të shohin që në këtë vend kaq të bukur ka pas një rap shekullor që ndoshta nuk do të jetë më në të ardhmen. Këtu në Elbasan është një vjeshtë që na inspiron, na josh për të realizuar peizazhe të mira, bukura të natyrës tonë. Duhet të them që natyra jonë shqiptare është kudo që shkel, kudo që është fantastike, joshse, atraktive për të pikturuar, për të hedhur në telajo. Disa prej punimeve të kësaj kolonie do t'i dhurohen fondit e Galerisë së Arteve, që pritet të hapet në hollin e teatrit Skampa.